Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Këngëtares serbe i ndalohet hyrja në Kosovë, nuk mundem të kaloj pikën kufitare. Andela Breskvica ka konfirmuar se i është ndaluar hyrja në Kosovë. Ajo ishte planifikuar të mbante një koncert në Mitrovica sonte, ku pengesa për angazhimin e artistes është bërë nga Milan Radojevic në koordinim me listën serbe. Pjesëtarët e policisë së Kosovës e kanë monitoruar situatën duke mos e lejuar të kalonte pikën kufitare. Breskvica foli nga vendkalimi administrativ pasi nuk ju lejua të hynte në Kosovë. Ajo ishte planifikuar të mbante pra koncerti në Mitrovica dhe nuk u lejua të kalonte pikën kufitare. Ajo ka folur hapur dhe me urrëtie për incidentin. Të dashur qytetarë të Mitrovicës, dua ta shfrytëzoj këtë rast për t'ju falendëruar që gjetët kohë për të ardhur sonte për t'u shoqëruar dhe kënduar së bashku. Fatkeqësisht, unë dhe grupi i muzikor nuk mundëm ta kalonim pikën kufitare dhe nuk do të jemi në gjendje të këndojmë së bashku sonte, por jam e sigurt se do të ketë një mundësi dhe do të takohemi së shpejti. Do t'ju njoftoj për një datë të re së shpejti, deri atëherë ju dërgoj përshëndetjet më të përzemërta dhe një puthje. U shpreh ajo. Detajet e arsyeve të ndalimit të hyrjes nuk janë specifikuar nga autoritetet kompetente.